Përshëndetje, unë jam Fania Shola, studioj në master në kimi në EPFL, edhe jam kryetare e shoqatës së studentëve shqiptar këtu në Fakultetet Lozanës. Shoqata janë është themeluar në vitin 1994, i bën është shoqata e parë studentore këtu në Zvicër, edhe është me të vërtetë kënaqësi për neve dhe kënaqësi me vazhdu pas sa vitesh me marrë në gjallë këtë shoqatë. Edhe mundohem me organizu aktivitetet ndryshme, si shoqërore, kulturore, historike, lloj-lloj. Unë mendoj që nuk është vështirë me qenë student shqiptar, është vetëm me qenë student është një sfidë në vete. Tash me qenë shqiptar na shumica e njerëzve që jemi këtu dhe në shoqat mundohem me marr si burim force dhe me marr veç anët pozitive të kulturës edhe të traditave që i kemi mësuar në shtëpi. Tani unë e kam vetëm shtësinë e Kosovës, kështu që me një vetën Zvicrane është pak vështirë me thonë, po normal që nuk është njëjtë më rrit jashtë në diasporë dhe më rrit vetëm në Kosovë. Tash na i kena marrë disa vlera ka ona disiplinës ose shumë tjera këtu në Zvicër, po edhe në shtëpi kur jena rrit i kena pas vlerat e familjes, të guximit, besnikrinë edhe shumë tjera që nuk i harrojmë edhe neve na bojnë kush jemi na sot, edhe tash jemi një farë si kulturë hibride mes dyja, nuk mund me thonë vetes as Zvicran, vetëm që jemi as vetëm shqiptar, por jemi një farë kombinimi të dyja. Përshëndetje, unë jam Grenisa Bytyqi, jam nga Lozana e jam zëvendëskryetora e shoqatës së Lozanës. Unë studioj biologji medikal në master. Unë një vetin në Zvicër e një vitin shqiptarke. E tani aty në Kosovë dhe me shku në Kosovë e din që jam e jashtë të grupetit. Na shqiptarë kena shumë të lidhë në veti, kena qef me full, në bashku me njerëz, e qëto e kumojtë edhe këtu, edhe njerëz për di këtojnë, shumë që për kena qëto dhe kur i marrë dhe shoqnin për Zvicët, që janë Zvicran, i marrë në shpe, e shonë këtë lidhje që i kena me familje, edhe këtë gjatë një familje të madhe për kemi, edhe për një me gjithë po thojnë sa interesant ka shumë jeni që shpimoni lidhjet. Përshëndetje, unë jam Joni, unë studioj master në Computer Science, këtu në EPFL. Jam student nga Kosova dhe kam ardhur vetëm për studime në master. Jeta studentore është e mirë, me thënë të drejtën, nëse je student nga Kosova mund të jetë pak e shtrajt, edhe po ashtu është pak zor mu ambientu me studentët tjerë se cilët janë këtu nga Zvicran, dhe për me kriju lidhje profesionale është pak zor, përndryshe jeta studentore është shumë e mirë. Unë jam Eron Bajrami, jam nga Lugina e Preshevës edhe studioj shkencët politike në Fakultetin e Lozanës. Jam lind në Zvicër, është gjua maternale, dhe më thonë edhe shqipja dhe frangjishja, por mu nuk ka dallim, se si shqiptar, si Zvicran, jena këtu det me kulturë evropiane. Besoj që na si shqiptar jena shumë mikprit, jena bujar shumë, mikpritjen na kanë ndihmu si shqiptar, besoj na për studime mu lidh me qëra njerëz, na kanë ndihmu dhe mu integru sa ma shpejt. Quhem Rilenda Jeti, kam 31 vjeç, jam jurist me profesion. Për mua është një pasuri e jashtëzakonshme se foli edhe frëngjisht edhe shqip. Frëngjishtën e përdori shumë a shumë për leximet kur jam për qefin tem. E shqipën e përdori për edhe ato për me lexu, po më shumë për histori ose për politikë. Besoj që besnikëria, përgjithësi kisha thonë vlerat familjare. Unë jam Alba Dima, jam studente në Universitetin e Lozanës. Për mua shumë e rëndësishme gjua shqipe, sidomos se fulim shumë në shtëpi. Babi gjithë ka pas qef me fol shqip në shtëpi. Tani ka pas qef shqipen me ditë, me lexu, me shkru. Unë isha ku marr pjesa shqiptare është studia e familjes, edhe punëtor si na shumë punëtor. Ne jam edhe shqiptare edhe zvicrane, gjysmë gjys. Amo që të kulturë shqiptare shumë kam qef me marrë edhe për më thonin për fëmijët e mi që të kulturë familjes, punëtore kam qef me marrë me tashtin e leq këtu në Zvicër. Unë jam Fidone Shirifi, jam lek këtu, në Zvicër jetoj. Këtu në studime jam me financa, masterin vitën e parë. Unë ku po mjetu, unë jam kanë vesh nga shqiptarë. E krejt ata tjerë të Zvicran. Po më bjenë këtu në Zvicër më kanë shqiptarë, por ata. Të ne këmë të shumë në Kosovë, më kanë Zvicran. Por më nëse kam e prej për gjysë, unë e shqiptar jam.